Lutje për shpirtrat e shenjtë në purgator, ka Shën Alfons Liguori. O Jezus shumë i ëmbël, përmes djersës së përgjakur që u vuajte në kopshin e Getsemanis, mëshiro për këta shpirtra të bekuar, mëshiro për ta, mëshiro për ta o Zot. O Jezus shumë i ëmbël, përmes dhimbjeve që vuajte gjatë fshikullimit tënd më mizor, mëshiro për ta, mëshiro për ta o Zot. O Jezus shumë i ëmbël, përmes dhimbjeve që vuajte në kurorëzimin tënd më të dhimbshëm e gjemba, mëshiro për ta, mëshiro për ta o Zot. O Jezus shumë i ëmbël, përmes dhimbjeve që vuajte duke mbajtur kryqin tënd në kalvar, mëshiro për ta, mëshiro për ta o Zot. O Jezus shumë i ëmbël, përmes dhimbjeve që vuajte gjatë kryqëzimit tënd më mizor, mëshiro për ta, mëshiro për ta o Zot. O Jezus shumë i ëmbël, përmes dhimbjeve që vuajte në agonin tënde më të hidhur në kryq, mëshiro për ta, ki mëshirë për ta o Zot. O Jezus shumë i ëmbël, përmes dhimbjes së madhe që vuajte duke nxjerr frymën, shpirtin tënd të bekuar, mëshiro për ta, ki mëshirë për ta o Zot. Shpirtra të bekuar, ne jemi lutur për ju, ne ju lutemi juve që jeni kaq të dashur për Zotin dhe që jeni të sigurt se nuk do ta humbisni kur atë. Të lutemi për ne mëkatarët e mirë, që jemi në rrezik të mallkohemi dhe të humbasim Zotin për gjithmonë. O Zot, autori mëshirës, dashës i shpëtimit të njerëzimit, ne ju drejtohemi mëshirës suaj, në emër të vëllezërve, të afërmve dhe të bamirësve tanë, që kanë vdekur nga kjo jetë, që me ndërmjetësimin e Marisë së bekuar, gjithmonë virgjëreshës dhe të gjithë shenjtorëve, ti pranosh ata në gëzimin e lumturisë së përjetshme, nëpërmjet Krishtit Zotit ton. Amen.